Hajde, more, hajde! Ani mori nuse, ani trambuqa dhe mbavës. Shejtane, Se na ra pistoleta, okej, na ra mikrofoni. Do vazhdojmë gjithë jetën me këto këshu, me shtesa pa leje. Pse vjen me armë fëtota në studio ty? Një sekund. Bën gjurë. E gjujti Lulin e me karrike, e do gjujt ty me thasht të flokës. E marrë të dashur të leshikuës. Lere, mos trego, pasaj. I prishet ka qorejlat sa e mirit edhe. Mos trego, zë në qmene. Bukur, mi më loma përshëndetim se vini sot nga thuk tu në agon. Qenom. Bukur. Në fakt, kolegi dashur, vajta përshëndetje. Kolegi dashur sot kishe parlament për Unë blodhen kokët e kombit? Turpi zotit. Nuk do të mere, po fare nuk do mere me ta. Letja varim. Letja varim sot, këpëton se s'ka. Bukur, duat të cis një letër që në ka arë nga qyteti i Durrësit. Dëgjo se shtot letra. Dëgjo. Erbi nuk me lezoj për privacy. Thotë, jam një banor qytetit të Durrësit dhe një nga familjarët e mi punon në spitalin e Durrësit. Djenë me tingu që organizoj partia socialiste në Durrës, se gjithë infermieret, Vilma, u të dyruan që të merrnin pjesë. Duke shkruar emrat në për lista. Personalisht jam adhuruar si Partisë Socialiste, por veprimet e tilla më duken shumë të ulta. Ky ka qenë një nga premtimet para elektorale të kësaj partie para votimit të 23 qershorit. Dhe tani po vepron si partia e tyre rivale, pra Do t'ju lutesh shumë si emision ta merrni parasysh këtë shqetësim edhe ta investigonet e tjerë. Prit xhaxha, prit mos u mërzit. Ti që ke futur nga këto që s'ke bërë ndonjëherë nga këto me këto letrat anonime. Të shkojnë infermierët atje. Se kjo parti i futin punë. Partia Socialiste dha mundësinë të punojnë infermierët. Të rrojë partia apo na jep ajrin, na jep bukën, na jep ujin. Na jep kryeministrin. Shkoj e pasere Partia Socialiste. Partia Socialiste. Bravo, i vazhdo. Jina ujin. Ne votof shamomot. Njeri me një moment tjetër me gjithë votimet. Jepi ke votimet. Ajo karrika që... Jo, lera, veprimi të nushëm. Shqiptar, Trini Menes. Lere mi në që gjeni të karrike. E ka fajin Luli që është shumë i gjatë dhe e kapi Luli karriken, jo karrike e Luli. Merë një karriken e bjeni kokës tuj, për fajt ton, jo për fajt aty në Lene. Ndërko, jo më lakë se sot, kolegi dashur, zhvillojnë zjedhjet në Britani. Në United Kingdom. Është i vëndi shëmtut që s'po bën hajre. Aty më ka vajt poundi 1900 lek. Bravo. Kutin e votimit janë apër në orë 7 mëngjesit dhe mbyllën në orë 22 të darkës. Ashtu, si të ne. Janë 50.000 qëndra votimi. Si të ne. Bravo, dhe votojnë 28 milion njerës. Jo si të ne. Jo si ke ne, bukur. Po, rezultati... Një sekund. Shumica e këtyre vendeve të votimit janë në qendra komunitare, shkollat e tjerë. Si të ne. Rezultatit paraprake, si të ne, pritet të shpallin në mesnat. Si të ne, jo, si të ne. Jo, si ke ne. Nërsa rezultatit përfundimtare që kjo më vjen të plas mua. I shpallim edhe ne në mesnat, po qohet ai hap kutit. Jo, një sekund. Rezultatit përfundimtare të premte në basdite. Pra sot të shëhin dhe nesë në basdite dalin rezultatet e 28 milion votuesve. Elizabeth, what are you doing? What's wrong with you? Që më boni mërë? Që është ju rezultat prejnë në Afriqet të digjenerë? 28 milion votus. Ku të shkoni ju pa hap kutit? Po mi më nuk ka ati një komisioner që thot jo nuk firmos proces verbalin? Anglia të marri shëmbull nga ne. Ba të po them? Me këtë progres që kemi. Jo regres. Progres të mamë. Progres. Progres. Me këtë progres që kemi. Do të themi vetëm pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.